طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. Si shtan vllazni, Hudhejfe ibn al-Yamani ka qenë sekreti i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Kretë e kanë pyet për të mirën, ky e ka pyet për të keqen. Pse e ka pyet për të keqen? Shkaku që mos merron to. Edhe ka kërkuar shembuj prej pejgamberit alayhis salatu wassalam se çka ka me ndodh para kiametit. Edhe ne do t'i trajtojmë me lenin Allahut subhanahu wa taala. Si pikë e parë për caktimi i vendvrasjeve të politeistëve në Bedër para vrasjes së tyre. Muhamedi alayhis salatu wassalam na ka kallëzu për luftën e Bedrit, edhe na ka tregu që disa prej mushrikëve kanë me vdik. Në detaje. Thot, transmeton Muslimi dhe Ahmed ibn Hanbeli, imami me thejbit Hanbelit, nga Anas ibn Malik, radiallahu anhu, shoku i njohur i pejgamberit alayhis salatu wassalam, se tha. Thot, ishim me Omerin ndërmjet Mekkës edhe Medinës dhe vëzhgonim hënën e ri. E shihnim hënën e ri. Thot, unë kisha shikim të fortë dhe e pash atë, fillova t'i them Omerit. Kush po i thot? Anas ibn Maliku. A nuk e sheh hënën? Tha po, do ta shoh atë dhe unë jam i shtrirë në shtratin tim. Pastaj filloi të na tregoj për pjesëmarrësit e Bedrit dhe tha, i dërguari i Allahut Muhamedi alayhis salatu wassalam na ka tregu, thot, vendvrasjet e mushrikëve. Ky është vendi ne ka sqaru, e ka potencu që do të vritet filani nesër, filan mushriku, inshallah. Dhe ky është vendi ku do të vritet filani nesër. Domethënë po e tregon. Tha Umeri, të nesërmën filluan të vriten në ato vende. Umeri tha, betojmë në atë që dërgoi atë Muhamedit alayhis salatu wassalam, se nuk i kaluan ata mushrikët kufit që i përcaktoi i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. E kallzoi vendin, tha çtu kanë me vdik. Edhe çat ty vdiqën, domethënë mushrikët e Mekkës. Ky është një paralajmërim që na bën neve edhe na rrit akoma më shumë imanin që e ka ditur të ardhmen me lenin Allahut azza wa jall, jo që e ka ditur si vet, si personalitet, po ka pas shpallje. Bukur, mesin e të vrarve ishte prijatari i mushrikëve, Firauni i këtij ummeti, kush? Ebu Xehli, të cilën e plagosin 2 fëmijët nga ensarët kurse e vra Abdullah ibn Mesudi. Bukur, paralajmërimi i Muhamedit alayhis salatu wassalam për vrasjen e udhëheqësve të betejës së Motës para ardhjes së lajmit. Transmeton Buhariu realisht në Sahihun e tij nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu se Muhamedi alayhis salatu wassalam njoftoi për vdekjen e Zeidit, Xhafirit, Ibn Ruwahës para se të vi lajmi i tyre. E ai i tha, dhe u tha, e mori flamurin Zeidi dhe u vra. Pastaj e mori flamurin Xhafiri pas Zeidit, edhe ai u vra. Dhe pastaj e mori Ibn Ruwaha dhe ai u vra. Dhe i lutonin syt derisa mori atë flamurin një shpat nga shpatat e Zotit. Kush ishte shpata e Allahut? Khalid ibn Walidi. Ishte i fundit dhe ai fitoi me lenin Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po pas vrasjes së këtyre sahabeve ishte i fundit Khalid ibn Walidi, i cili ishte është quajtur si shpata e Allahut azza wa jall. Kjo betejë u zhvillua pak para vdekjes Muhamedit alayhis salatu wassalam, derisa ky ishte në Medinë, kurse ajo ushtri gjendej në tokat e Shamit që aso kohë ishte në pushtetin e Romakëve. Kush kishte paramenu 2 mbretëri të mëdha të kohës që kanë me ra? Perandoria romake, perandoria persiane, bizantine, persiane, kretë kanë qenë aty. Parameno kush kish menu që kanë me ra këtu. Andaj mos u çuditni që edhe sot perandoritë e sotshme, i dini kush janë? Që herdo kur kanë me radha ato me lenin Allahut subhanahu wa taala. E rëndësishme është që na mulim Allahun azza wa jall. Nëse ne lidhemi me Allahun azza wa jall, Allah s'ka njeri në fytyrë tokës që mundet me na dal përpara. Po problemi është që na nuk i kemi punë mirë me Allahun azza wa jall. Kështu është ai problem. Lajmërimi Muhamedit alayhis salatu wassalam për letrën e Hatibit qua dërgoi Mekkasve. Edhe ky është një dobi që mund të nxjerrim, që një person nëse ka presion nuk mund t'i bëhet tekfir. Nuk mund t'i thuhet shpion. Nëse ka presion të madh, friksohet. Ja e kemi rastin
e letrës së Hatibit. Transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu se tha: na dërgoi Muhamedi alayhi salatu wassalam mua, Zuberin dhe Mikdadin e na tha: shkoni te kopshti Hak, kopshti mes Mekës dhe Medinës, sa atje është një robëresh që ka një letër edhe merrni atë letrën. Merrni atë letër. Bukur. Shkuam ne duke vrapuar edhe e gjetëm atë grua. Edhe ju afruam i tham nxerre letrën. S'po do me nxerre letrën. Nxerre letrën. Ajo na ktheu nuk kam as letër. I tham, a pe nxerrish letrën, atë zhveshëm na tash. Ja kemi nxerr letrën, ja kemi të zhvesh. Na i dim që e ki letrën. Se Muhamedi alayhis po na tregon që ti e ki letrën. Pa marr parasysh ti që thua nuk e kam letrën. Atëherë thot, ajo e nxori atë nga gërshetat e flokëve, atë letër. Edhe çfarë? Dhe ne erdhëm me të, me letrën tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe në të shkruan ten ç't letër. Kjo sikur lloj poste kjo, që kjo robresha. Ka marrë letrën edhe po do m'ja u çukujt mushrikëve të Mekës. Po çka po shkruan këtu? Shiko që ka shkruajt. Nga Hatib ibn Abi Belta, njerëzve mushrik të Mekës. Prej meje, Hatib ibn Belta, dërguar mushrikëve. Lajmit po i tregon. Thot, tha i dërguari për disa çështje, domethënë i lajmëron për disa çështje të Muhamedit alayhis salam. Domethënë, që ky Hatib ibn Belta ka shkruajt në këtë letër, ja ka dhënë kësaj robreshës dhe robresha në rrugtim e sipër, në udhtim e sipër, Muhamedi alayhis salam i ka lajmëruar Allahu subhanahu wa taala, i ka thonë këtyre sahabeve, shkoni te kjo robresh, se e ka një letër, merrni atë letrën se po do me lexu. Edhe çfarë i than? Ose bjerë letrën ose na zhveshëm, se e dim që i ki. Ja dha letrën, e murr letrën, nuk i shkoi mushrikëve kjo letër. Dhe ja dërguan Muhamedit alayhis salam. Bukur vllazni. Në kohën e sotshme, kjo si gjykohet në pamjen e jashtme? A gjykohet tradhti ndaj Muhamedit alayhis salam? A gjykohet tradhti ndaj fesë islame? Po e lidhi me çështjen tonë. Nëse një shqiptar sot e zën një grua që në mesin ton ka qenë dikush që e ka shkruajt një letër nëpërmjet një femne mja dërgu shkive. Qa llogaritet këtë na? Tradhtor, apo? Pamjen e jashtme llogaritet tradhtor. Bukur, Muhamedi s.a.s. nuk u ngut. Shikoni, nuk u ngut. Bukur, o Hatib, se e pa Hatibin, aty ishte. Tha, o Hatib, çka të shtyri ty me bukë, subhanallah. A nuk jeti që mbesën mu si pejgambera? Qysh po shpjenën të mushrik, subhanallah. Mi kallxun detaje ku jam une. Që nesër ata, unë po thëm tash në klapa, nesër ata mu me vramu, me mi ditë planet e mia, gjitha këto gjëra, ti po i tregon mushrikëve të Mekës? Qa u je punë kështo? Thot, o Hatib, ç'është kjo? Tha, mos u ngut me mua, o i dërgumi Allahut. Thot, unë isha një njeri që ju bashkangjita Kurejshve. Kurse ku ishte i ardhur aty, kurse muhaxhirët që janë me ty, emigruesit nga Mekka, kanë të afërm atje, në Mekke, që mbrojnë familjet. E me që nuk kanë ferafisni me ta, tha, dëshirova të kem dorë nga ata që të më mbrojnë të afërmit, dhe këtë nuk e bëra nga kufri. Mos haroja Resulallah, nuk e bëra që unë kumbo kufër, nuk e bëra që unë ty me tradhtu, po thjesht veç për çështjet që me murujt farefisia, me murujt familja jeme, pasunia jeme. Dhe më thonë nga presioni, nga tuta, nga frika, apo. Pastaj thot, apo thot nga largimi nga feja ime, e as jam i kënaqur me kufrin pas islamit. Thot atër Muhamedi alayhis salam, thot të vërtetën e ka thonë kjo. Sot na kishim ja hek kokën. Me pas po teja, ti e thonë pitutës tash. Çka kime thonë ndryshe? Hajtë folni, çka kime thonë ndryshe? Për me dol pistotës kime thonë ç'shto. Ose Resuli alayhis salam rasti tjetër është. Çka i tha atij personit kur e vrojti, kur tha la ilaha illallah? E qatalta ba'da ma qala la ilaha illallah, e mbyte pasi që tha la ilaha illallah, e afroi shpatën, mushrikën, luftishin o vllazni.
shka unë për para pe ki, edhe ta ma përdo me godit, a i përthot la ilaha ti, la ilaha illallah. Pitutës e kite. That's fuck. Se sot s'ka shpota. Edhe qka, i arloj me Muhammedit a.s. I kalëzaj. Tha, ja Resul Allah, tha pitutës bre, se para, tha, para vdekjes. Tha, e shakakte në kalbi, aja qjera, tha zemrën, me pa, a e ka pitutës? Qëtë fjallën, bova ki qëtë u jerdë udhëzimi. I ka ardhë udhëzimi, qëka i bje? Me mytë një musliman. E me mytë një musliman që është e shumë madhe. A realisht, rrethonat thëjnë, asisoj, logika jonë, asisoj thët, që a e ka thonë pitutës. Si që ka pas raste caktuara, për shembull që i kanë mësuar disa qafira, thuni la ilaha illallah kur vjen puna dekës se nuk i vrasin musliman. Se kanë një tekst apo? Po si do qoftë? Çdo që e thot, kur thot një njeri la ilaha illallah, ka shumë vlerë të madhe se ti nuk ja din zemrën. Përveç nëse keni tekst të veçantë prej profetit sallallahu alaihi wasallam që filoni o munafik, mundesh mi thon munafik. Sa njeri thot la ilaha illallah ti e vret Allah. Ka dalë njerë, prit. Ka do se nuk e den zemrën e ti Allah. Andaj du të me pas kujdes. Atër qka tha? Atër Muhamedi a.s. tha të vërtetën e tha kë. Umeri tha. Si Omer ma, Hazreti Omeri. Qka tha më leo i dërguar e Allahut? Tja i ki kokën ti munafiku. Më leo, kjo vepër e një fagut është kufrit. I tha Muhamedi a.s. Hazreti Omerit radiallahu anhu. Qa i tha? A i tha prezentoj në Bedr. Që ki hadi bibën belta, ti që po thum ja hek kokën, ky ka prezentu luftën e Bedrit. Në luftën e Bedrit, jenë këtë të falër. Qka do që bëni ju jeni të falër këtë? Qka do që bëni ju jeni të falër? Thot dëshmoj betejën e parë të Bedrit, mes muslimanëve dhe mushrikëve. E nga e diti o Omer, ndoshta Allah u shikoj Bedrasit, pjesëmarrësit e Bedrit, dhe u tha Allah, bëni qka të doni se ju jeni të falër. E ti pe vret një njeri që jenë të falëra? E mësaj Resuli a.s. Po kjo në mësën edhe neve, që s'bo mu gutë. Qafir kjo, ka dalë, prit pak, që është tek, ka dalë Allah. Rasti ishte asisuj, që ti mi thonë kafir personit. Pi të regojnë për planet e Muhammedit a.s. Mos ta kishmar Resuli a.s. atë ledrën, kjo ledrë i kishku mushrikëve të Mekës. Edhe Resuli a.s. veç e priti, qka tha, qka të shtyri, i të regoj qka, edhe e pranoj arsyetimin. Pik tjetër, një luftëtar që luftante me muslimanët është prej banorëve të zjarit. Ta shë kundërta. Shëne? E para e bëri veprën tamam. Po zemra ishte me iman. Ndërsa ky dyti, vepra ishte gjihad madhështor, po në fund shkojnë në xhenem. A për vreni? Transmeton Bukhariu, Sahihun e tij, nga Sehel ibn Sadi, radiallahu anhu, se ai tha, u takuan i dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe mushrikët në disa betejë dhe luftuan, dhe në të dy ushtrit shkuan në kampet e tyre. Të dy ushtrit shkuan. Në mesin e muslimanëve ishte një njeri i cili nuk linte asnjë të posaçëm e asnjë të veçantë nga mushrikët përveç se e ndiqte me shpatën e tij. Sikur me pa një luftëtar, një musliman, një mujahid të madh, të luftu në mesin e mushrikëve, të i vra, të i bë copa. Edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam tha, o i dërguari i Allahut, nuk ka bër askush ka bën filani. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, ai luftëtari është prej banorëve të zjarrit. Subhanallah. Peshini që çdo gjë nuk gjykohet në pamjen e jashtme. Nuk mundi me ditë, du të munal, mos gjykoni. Na nuk jemi gjykatësa vëllazi, na jemi thirrsa, ka dale. Bova kit me ty si hoxh rrim natë ditë tan kohën, edhe të njeh kush je, edhe të sheh ku e diune takosh me dikonin a me asi, për njërë gjukon. Ka dalë me vëllah, ka dalë. Ka pas një rast, ma herët pa ta folune për, është të na, të kërëmët, është një flamur që bëhet çdo vjet. Edhe aja adhurohet në Prizren. Edhe unë pa ta fol për këtë flamurin, edhe më shkrujti një sheh i Rom, edhe ai, sheh më shkrujti, dërvish kështu. Tha nuk o që ashtu që shpëthush anë e knjane, thash, qysho kalëzëm, takohemi, thash.
Edhe u takum 2 saat kom let me to. E ju thësha vllaznive, ju thësha para më në dikush me vë me ardh prej jashtë dhe me më qit në foto. Trak. A ju kemi thonë ky bashkëpunon me dervisht. A mund me thonë? E unë 2 orë gjysë aty tu u marr me to, tu i kallëzu çdo detaj, tu e bind, ti o vlla, amnje kush jem une? Amnje kush jam une? Qysh mu më thu dervish? Pse veç më baje që ju takova? Apo me një kafir? Apo me një bidatxhi, me një kohë jone? Nuk bën me paragjyku njerëzit. A keti aty une çka fola? Jo. Ç'ky është paragjykimi dhe mos dituria. Atër çka than shokët e tij, kush nga ne është prej banorëve të xhennetit nëse ky është prej banorëve të zjarrit? Ja, Resulullah, vetë me veti, subhanallah, çfarë lufte o të bo. Nas jemi kërkun krahasim me këta. Edhe dikush për sahabëve tha, ja, ka me këshyr deri në fund çka po bën. Pasi Resulullah s.a.s. po thotë që është prej banorëve të zjarrit, unë du me këshyr çka po thotë. Mi dal fjala e Resulit. Goditet, plagoset prej mushrikëve, edhe në fund e vret vitin. Që e fjala e Resulit s.a.s. Sun e bën sabër për plagën e vet, e merr dhe e godit veten dhe mbytësive të vetës shkon xhena. Allah. Ky pra vllai është argument shumë i rëndësishëm i pejgamberisë Muhammed alayhi salatu wassalam, sepse ai njeri luftëtar sipas pamjes së jashtme ishte mujahid shumë i madh. Dhe por Muhamedi alayhi salatu wassalam thasë është nga banorët e zjarrit dhe në fund u realizua parashikimi i tij. Subhanallah, ky person vllazni mbyste mushrik. Po vetëm se e mbyti vetëm, po të në nëmën gjihadit, nëmën të mujahidave që dalin edhe që bëjnë sulme, e që vritin dhe muslimant aty, që ka orë lafi halli i tyre. Allah na qafirat për i vrasim, e bovaki musliman vrasim ma shumë sa qafira. I qesim bomba të trup, edhe po bëjmë gjihad fi sabilillah. Wala taqtulu anfusakum, mos e mbytni vetën tuaj, s'ka ajet tjetër. Ajeti tjetër, ata i mbysën të tjerët, ata vritën, apo, dhe më thënë, i mbysën të tjerët dhe vritën për i të tjerëve, është ajeti. Nuk thot me myt vetin. Prit aj me të vratu në gjihad. Jo ti me vra për me vra tjetërin. Nuk ka argument. Po jo këto katapultat, se disa thënë katapultat, me katapult, me shku e kjo është argument. Prap nuk është argument. Se me ti me katapult nuk pe vret vitin. Aj po të vret, prap. Qa po themi? Him pranë mesin e kufarve, dhe më thonë, sikur ky, edhe nëse të vrasin, shkon shahit, inshallah ta'ala. Po jo me vra vitin. Ti po e vran vitin për me vra tjetrin. La taqtulu, wa la taqtulu anfusakum, s'ka kuptim tjetër. Mbos se mbytni vetën tuaj. Edhe nuk ka kuptim tjetër. Sheikh Uthejmini thot, rahimullahu ta'ala, thot na shpresim tek Allahu Azza që me fal Allahu që po e mbyt shahid asesi thot. Po shpresim te Allahu që me fal Allahu për shkak të keq kuptimit ndaj hoxhë ja ka dhënë këtë gjëra. Sheikh Albani është pak më ndryshe, ç'a thot? Thot nëse është të arsyeshme komandanti i ushtrisë edhe është një punkt ushtarak aty, nuk mundet me e thy atë punktin ushtarak përveç se një person më mush me bomba me dal përpara aty. Me hek. Po prap i themi Sheikh Albani s'ka argument për këtë. Sheikh Albani ne kemi këtu, po i themi s'ka argument. E marrim Sheikh Bin Bazit, Sheikh Uthejminit, Sheikh Sulejman Rohelit, Sheikh Abadet dhe ulemave tjerë, të cilët kanë thonë që kjo është vetë vrasje dhe nuk lejohet në asnjë mënyrë. Nëna e Ebu Hurejrës, transmetuesi i madh i haditheve, pranoi islamin nga lutja e Muhamedit alayhis salam. Subhanallah, nona e Ebu Hurejrës ka qenë mushrike. Bile e ka thonë një fjalë të rëndë për Muhamedit alayhis salam që s'ka mujt me duru Ebu Hurejra. Edhe Ebu Hurejra i thot Resulit alayhis salam, ja Resulullah thot bën dua për ne, se që u nervozova shumë, foli keq për ty shumë. Shikoni hadithin. Transmetoi Muslimin, Sahihun e tij nga Ebu Hurejra radhiyallahu anhu, se ai tha e thirrja nënën time në Islam, derisa ajo ishte politeiste, mushrike. Një ditë e ftova, ajo më tha për të dërguar në alayhis salam diçka urreja, fjalë tront, do e shajt Resulin alayhis salam. Është sprovë e madhe vllazni, vallahi kur ti nin, kur ta shajnë Allahun dhe pejgamberin. Allah mos na sprovoft. Dikush me ta shajt përpara Resulin alayhis salam. Andaj du të mi i këtyre debateve që ta shajnë Resulin alayhis salam. Ligjin dorë son e merr, edhe nënën tjetër s'ki çka bën, edhe du të mi u largu debateve tilla. Thanë,
Pastaj thot, atëherë erdha tek i dërguari i Allahut duke qarë, e i thash, o i dërguari i Allahut, unë e ftoja nënën time, pa ai refuzante. Sot e ftova edhe më tha disa fjalë që i urreva për ty. Prandaj luta Allahun që më udhëzo nënën time. Atëherë i dërguari i Allahut sa më tha, të lutem o Zot, udhëzoje nënën e Ebu Hurerës. Për një gruaje që e urrente Muhamedit a.s. që e akuzante, që thoshte çdo gjë, Muhamedi a.s. i ngriti durë dhe boni dua. O Allah, udhëzoje nënën e Ebu Hurerës. Edhe çfarë tha, unë dola i gëzuar nga lutja e të dërguarit Muhammed s.a.s. kur u ktheva afër derës, e gjeta derën e mbyllur. Dera mshel. Dëgjova nënën duke shpejtuar e më tha, qëndro në vendin tënd o Ebu Hurera. Pastaj dëgjova shushurimin e ujit. Rriq aty, mos hade. Mirë po e dëgjova shushurimin e ujit. Dhe çfarë tha Ebu Hurera, u pastrua, e veshi këmishën e saj dhe shpejtoi te shamia, e pastaj hapi derën dhe tha, o Ebu Hurera, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Për një dua, subhanallah. Për një dua, pse? Pastaj u ktheva te pejgamberi sa duke qarë nga gëzimi, i thash, o i dërguari i Allahut, gëzohu se Allah ju përgjigj lutjes sate dhe udhëzoi nënën e Ebu Hurerës. Qysh mos me çajë vllazni nonat tona, baballarët tonë, në përgjithësi që s'janë me fe, kur ta din që e shon fen, që e din që një Allah, që normalisht kur bën kufër, kur del pi fesë që e shon fen, s'ka rrugë tjetër përpos së xhenemit. E qysh mos me çajë, qysh mos më mërzit për babën e për nonën. Pastaj thot, thashoj dërgumi Allahut, luta Allahut na bëj të dashur mua dhe nënën time, tek robërit e Allahut dhe të na i bëj të dashur neve dhe ata. Thaj dërguari Allahu sallallahu të lutem o Zot bëri të dashur këtë rob tëndin dhe nënën e tij tek robërit e tu besimtar dhe bëni të dashur besimtarë për ata. Çdo besimtar që dëgjonte për mua apo më shihte më donte. Më i ka bërë të dashur tek njerëzit. Shiko për vllai im se sa shpejt Allah ja ndryshoi zemrën kujt? Nonës e Ebu Hurerës. Për një moment. Tak. Ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Apo çushkar në transmetime që thuhet zemrat, subhanallah, që ndish me vllaznia dhe që ndryshojnë, sikur uji kur zin, që ashtu të ndryshojnë zemrat. Ose në hadith që shka ardhë, thot o rrotulluesi zemrave, apo hadithi tjetër thot që zemrat e robërve të Allahut janë mes dy gishtave të Rahmanit. Kur do një këthen, moment i këthen. Që shka në hadith, thot flen besimtar, zgjohet pa besimtar. Andaj bëni dua vllazni sa të muni. Alhamdulillah kemi suratul Fatiha, që bëjmë dua 5 herë në ditë. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Tankon. Po edhe këtë dua o rrotulluesi zemrave, përqendroj zemrën time ala dinik në dinin tënd. Umeri dhe Uthmani radiallahu anhum do të vdesin shahid, si paralajmërim. Transmeton Buhariu në Sahihin e tij nga Anas ibn Malik radiallahu anhu se Muhamedi alayhi salatu wassalam thot Ebu Bekri, Omeri dhe Uthmani unë gjitën në kodrën e Uhudit. Hecën edhe shkun të kodra e Uhudit. Edhe Uhudi ja nis mu drith. Prej këtyre personaliteteve të mëdha ja nisi mu drith. Muhamedi a.s. e goditi Uhudin, edhe çfarë i tha, Uhud, qëndro, stabilizo me një aspekt. Se mbi ty, kush është? Pejgamberi a.s. Sidiku edhe 2 shahida. Më thonë, uthbut, qëndro. Sepse mbi ty janë duke ecur pejgamberi, Sidiku i sinqerti, apo edhe 2 shahida. Këta 2 shahida kush janë? Omeri edhe Uthmani. Dhe kështu në të vërtet ndodhi. Ebu Bekri ishte Sidiku, shumë i sinqerti, i cili vdiq pasi që ishte khalifi muslimanëve 2 vjet. Kurse 2 shahidët ishin Omeri dhe Uthmani, që të 2 këta u vranë derisa ishin zëvendës të Muhamedit a.s. si khalifa, apo disa vjet pas vdekjes. Omerin e vrau Ebu Lu'lu el-Mejusi, e vrau, i cili ishte rob persian, derisa ishte duke e fal namazin e sabat.
dhe thot në xhamin e pejgamberit alayhis kurse Uthmani po ashtu u vran në Medinë nga disa duar të fllëqura, të cilat ishin ngritur kundër personalitetit famshëm. Kush ishin këta? Ishin Khawarizët, që e vran Uthmanin radhiyallahu anhu. Një njeri të madh, subhanallahu, një njeri që jenë turpru me lajket vllazni pi Uthmanit. Pi kallëzën një rast ka qenë Muhamedi a.s. edhe ka qenë sahabët i Ebu Bekri Omeri. Realisht ka qenë pejgamberi s.a.s. kur ka i Ebu Bekri, u koni pështetë Muhamedi a.s. Ka i Ebu Bekri nuk ka lëviz, ka i Omeri nuk ka lëviz. Kur ka i Uthmani, ka lëviz Muhamedi a.s. dhe i ka mbulu gjunjët. Që u bot është një veprim ndryshe prej Ebu Bekri dhe Omerit me Uthmanin. Thot, prej Uthmanit turprohen edhe me lajket, si mos turprohen unë e piti. Qa që këtë njëri moralshëm. Edhe me lajket turprohen prej Uthmanit radhiyallahu anhu. E këtë Uthman e vrojtën Khawarizët. Qëka e akuzuan vllazni? E akuzuan kënse i futi njerëzit e vetë në pushtet. I bani ministra sene këdione. Apo shpiku ezanin. Në kohën e Uthmanit, a u bon një ezan që i kemi trajtuar, 2 ezane që thiren për gjuma. Për shkak të kohës rrethanave e bëri. E fitne e shpifjeve të ndryshme ndaj Uthmanit, ja rrethakuan shtëpinë disa ditë, disa javë, derisa e mbytën Uthmanin radhiyallahu anhu duke lexuar Kur'an dhe i piki gjaku në ajetet Kur'anit dhe e vran. Dhe këtu është një dobi vllazni, ai kishte pushtet, ai ishte halife i muslimanëve, për shkak luftës civile nuk i la sahabët me luftu me Khawarizët. Me një aspekt tha, ne të më vrajnë mu veç një person, po mos vriten me tjertë. Sheh Sulejman al-Ruhaili këtë e thot për Mursin, kur ishte në pedenim pushtet që ke në Egjipt, Mursi pas Mubarakut që ra, kur u fut në burg, mastaj kur u rëxu erdhi Sisi tash, që është komandant, i tha Sheh Sulejman, mas i u çun populli. Sa i me vote fitoj, në mënyrë demokratike e fitoj pushtetin, e u çun populli tash të e mbrojt, këtu u bë luftë civile. Sheh Sulejman al-Ruhaili i tha, bëje tha çyshe boni tha Uthmani radhiyallahu anhu. Tha bëje, tha nali popullin mos të bëhet luftë civile. Ti zaten në burg hinin në burg edhe e vrajtën, në burg a u vra, prej smundjes, vdiq nuk e dim aty, mirë po mi rujt gjakun e muslimanve. A e dini vllaznis që një besimtar, një gjakin e muslimanit tek Allah ka vlerë më të madhe se sa rënimi i qapës. E sot muslimanët i vrajnë veç pse nuk jek në grupin tëm, dvret. A tek Allah ma e rënd është, ma e rënd me myt një besimtar se sa me rënu qapën. Një gjakin e muslimanit. Pastaj, Aliu radhiyallahu anhu gjithashtu do të bie shahid. Transmeton nga Amr ibn Yasiri radhiyallahu anhu se pejgamberi sa tha, atë ju tregoj për 2 njerëz më të palumtur. Ata janë Uhajmiri i Thaudit, fisi i hershëm, i cili preu devën, e cila ishte mrekulli e Zotit dhe ai që mshon o alim bi kët, i bëri me shaj kokën derisa të lagut kjo me shaj mirë. Aliu u vra derisa kishte dalur mëngjes nga zjarputisti Mulgjem, që i ron tokë me një thikë të madhe, derisa duke gjaku në mjekrën e tij. Po ashtu, prej pikave të paralajmërimit Muhamedit alayhis salam është çlirimi Persis edhe shtimi i pasurisë. Persia ka qenë në territoret e Iranit sotshëm, apo edhe ka qenë vend sunnet vllazni, i methebit Shafi. A e din që kur kanë ardhur këta të mallkumit, kur kanë ardhur 1 milion musliman i kanë mbyt. Sunni, 1 milion. Sheh Luajdani e kallzon këto. 1 milion. E ti po thu që unë du me bashkëpunu me shieta? A mendon ti ndonjëherë me shku mi pyet njerëzit apo besimtarët e Sirisë se çka boni Kasim Sulejmani i shiave? A mendon ndonjëherë? Çka ka bu? Më shumë se sa kjafira tjerë kanë bo shiat në Siri. O ti po don tash pse është zor me Amerikën që të luftu, tash qotot o ummeti Muhamedit, hajde o ummeti musliman, hajde të ndihmoni çka do qafën e thifshit.
so kam intereson heq. Se ju çdo herë keni qenë tradhtar të muslimanëve. Çdo herë keni qenë tradhtar të muslimanëve. Transmeton Buhariu në Sahihun e tij nga Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu se ai tha, derisa isha tek pejgamberi alayhis salam, ju afrua një njeri dhe ju ankua për varfrinë e tij, i varfër. Pastaj ardhi një tjetër, ja tregoi për prerësit e rrugëve. Hajna, hajni e madhe. Apo vrasi, i dërguar i tha, o Adi, a ke parë thot hirën vend në Irak? I thash, nuk e kam parë, por kam dëgjuar për të. E ai tha, nëse ke jetë gjatë, se erdhën dy persona, një person tha varfërie e madhe dhe një person tjetër tha vrasje e madhe, cuba po dalin nëpër rrugë, domethënë s'kemi siguri me një aspekt. Atëherë Muhamedi alayhis salam i tha, a ke parë tha hirën? Tha kum dëgju për të, se kum pa, po kum dëgju. Bukur. Nëse ke jetë gjatë, i tha Muhamedi alayhis salam, do ta shohësh gruan e cila niset nga hira, derisa të bëj tavafin rreth Ka'bës. Nuk do të friksohet me atë rast as kujt përveç Allahut subhanahu wa taala. Thash në vetvete, e ku janë shkatruesit e tajt fisit që bëjnë sharr nëpër qytete? Vazhdoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke thënë, nëse keni jetë gjatë do t'i hapni thesaret e Kisras. E kështu me radhë i thash Kisra i biri i Hormuzit. Hormuzi, a vedeni që ka dalë? Tash të dalin të Hormuzi. Para se me dalë të Hormuzi, më thonë me një aspekt ka me pas siguri. Sot gruja mundet me udhëtu në mënyrën më të sigurt, apo? Ka siguri. Nuk ka qenë kjo siguri më herët. Sot ju pa aeroplanet ka siguri. Nuk po themi që lejohet me udhëtu vetëm gruaja, po themi ka siguri në kontekstin e përgjithshëm. Nuk është, për shembull, që friksosh dalin hajnat apo ku e dione, ki siguri. Bukur. Nëse keni jetë gjatë, do t'i hapni thesaret e Kisras. Kisraja, Persia. I thash Kisraja i biri i Hormuzit, a peshihni pikajt është ky emri? Kisraja është i biri i Hormuzit. Që ky emër i Hormuzit është prej mushrikëve të asaj kohe, ata prej idhujtarëve të asaj kohe. Tha Kisra i biri i Hormuzit dhe nëse ti ke jetë të gjatë do ta shohësh njeriu duke dalur duar plot me are me argjend, hulumton dikët që t'ja merre nuk gjendet askon, që t'i marrë ato dhe do t'a takoj Allahun ndonjëri nga ju ditën që do t'a takoj atë dhe ndërmjet atyre dyve nuk ka përkthyes që t'i përkthej atij e i thot Allahu. A nuk ta dërgova të dërguarin që të më komunikoj, thot ai njeriu gjithsesi, atëri thot, a nuk të dhash pasuri dhe gjëra të mira se ajo. Më thonë, me një aspekt, po tregojmë që kjo fjalë Hormuzi, apo është një emër jo i muslimanëve. Dhe muslimanët duhet me ndru këta. Nuk duhet mu bazu tek kafirat e atëhershëm. Koha kur pasuria u shtua pa mas është koha halifit të devotshëm Omer ibn Abdulazizit, i cili ishte pasars i Omerit radhiyallahu anhu, sa që nuk kishte njerëz me dhon zekatin, subhanallah. Qa që përhap pasuria e ki zekatin s'po ki ku me dhon. Para më në qëfar pasurie madhe, si kur qësh do të vije, para kiametin koni Imam Mehdiut, që do të përhapet pasuria me të madhe, me lejnë Allah subhanahu wa taala. Çlirimi i Shamit dhe i Egjiptit, Buhariu dhe Muslimi Sahihun e tyre nga Abu Huraira thot, tha i dërguar Allah s.a.s. kur të shkatrohet Kisraja, nuk ka Kisra pas ti, dhe kur të shkatrohet Kajseri, nuk ka Kajser pas ti, betovë në dorën të shpirti Muhamedit a.s. ju do t'i shpenzoni thesaret e tyre në rrugë të Zotit. Imam Shafiu thot, do me thonë, nuk do të ketë Kisra në Irak, edhe Kajser në Sham, si që edhe në kohën e tij dhe kështu ndodhi Kisras ju ndërprej, do me thonë, mbretëria për gjithmonë. Humbën ato mbretëri, por Islami akoma vazhdoj. Ke Enver Hoxha, po Islami akoma vazhdoj. Sa është sulmuar, po prap Islami po vazhdon. Nëse zbehet një kohë, po prap ringjallet. Po ti më kur nuk ringjallesh. Nuk ringjallesh me ideologji, po flas, se ki mu ringjall ditën e gjykimit. Po ashtu kemi Hasani radhiyallahu anhu do t'i pajto dy grupe të mëdha të muslimanëve. E dini rastin që Hasani ishte djali i Aliut radhiyallahu anhu dhe ishte halife i muslimanëve. Mirë po e lshoi pushtetin vetëm për mes me pas fitnë mes muslimanëve, i ala pushtetin Muawijes.
para më në pushtetar u bë, khalife, e pa që musliman nuk po jënë dakord, atër ja dha pushtetin Muawijes. Dhe Muhamedi s.a.s. kishte paralajmëruar që ky Hasani nipi jem, kam i bashku dy grupe të mëdha të muslimanëve. Husejni do të bie shahid, rastin e Husejnit e dini, në Kerbela, që e tradhtuan shiat. Pse se pas vdekjes së Muawijes, pas Muawijes, pushteti kujt i takoi Jezidit, apo? Edhe tash aty populli i quan, si me thonë thojza telegrame Husejnit radiallahu anhu, i thanë hajde se nas jemi të kënaqëm me Jezidin. Edhe Abdullah ibn Omeri i tha, nuk shkoj, tha mos shko nipit pejgamberit s.a.s. Se i njohim në atë popull fitnegji në Irak, popull fitnegji, popull që gjitha grupacionet që aty kanë dalë, popull që Khawarijët, Shiat, Murgjit, krejt grupe që tu i ke pas, edhe i njohim në atë popull, e kanë thirë vllazni, dhe në fund prap e kanë tradhtu, e kanë lënë vetëm Husejnin radiallahu anhu. Dhe ka shku shahid me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Muslimanët do ta çlirojnë Konstantinopolin, Stambollin edhe Romën. Cilo është çlirimi i parë? Stambolli vetë se u çlirua, po do të ketë një çlirim tjetër me tekbire. Roma nuk u çlirua akoma. Lusim Allahun subhanahu wa taala na bëj pjesëmarrës në atë çlirim. Edhe nuk është larg menç, se evropianët inshallah taala e çlirojnë atë vend. Benu Esfer ka në hadith kur kanë me luftu në kohën e fundit. Plot jo besimtar janë të e pranu islamin në Evropë. Plot. Thot Imam Ahmedi transmeton hadithin nga Ebi Kubejli, se ai tha, ishim të Abdullah ibn Amr ibn al-As dhe dikush e pyeti, cilin nga këto qytetet çlirohet i pari? Tha Konstantinopoja apo Roma? Di më që do më thonë Konstantinopoja më çlirohet, vllazni. Herakliu, te perandori bizantine, e madhe, perandori. Tha, atër Abdullah kërkoi një arkë e cila kishte një hall, e tha Ebu Kubejli. Nxorën nga ajo një letër, e tha Abdullah. Ishim të ulur rreth Muhamedit a.s. Edhe dikush e pyeti Muhamedit a.s. cilin nga këto dy qytete do çlirohet i pari? Muhamedi a.s. tha qyteti i Heraklit. Ka mu çliru i pari, dhe më thonë Konstantinopoja. Ashtu si që paralajmëroi Muhamedi a.s. Muhammed el Fatih e çliroi pas 800 viteve Stambollin. E sebeb u bë shqiptari jonë për këtujt e nxiti akoma më shumë sultanin për me çliru Stambollin. E sotshëm, Stamboll se i kanë thonë përpara Konstantinopol. Në një hadith tjetër përmendet çlirimi i tij pak para zbritjes së Isaut a.s. e nuk është çudi kur shohim se sa është shkatruar dhe shkatruat Stambolli në ditët e sotshme. Dhe po e përfundojmë veç dy pika i kemi. Muhamedi a.s. do të vdes nga smundja e tij e fundit dhe Fatimia është para nga familja e tij që do t'i bashkangjitet. Kur Fatimia ju afrua te pejgamberi a.s. te veshi pejgamberit a.s. i tha Resuli a.s. ja dha lajmin që ka me vdik. Edhe qajti Fatimia. Kur ju afrua për zdyti, qeshi. Pse qeshi? Sepse i tha ti e para pas mi që ke me vdik. Edhe qeshi. Sa qajti, edhe qeshi. Edhe një lloj paralajmërimi. Pra Muhamedi a.s. pas disa ditëve vdiq, ndërsa Fatimia vdi 6 muaj më pas. Në njërin krah, dhe po përfundojmë, në njërin krah të mizës është smundja, kurse në tjetrin është shërimi. Nëse vllazni, miza, e keni një gjellë, e keni diçka që pini. Edhe nëse e vendos gjuhën, apo me një anë, themi një anë të mizës, e vendos kokën e saj tek ushqimi. Me njëherë e lëshon një lloj helmi ajo mizë. Mirë, po që të helm, kush e mbyt, kush e hek, pjesa tjetër e mushkonjes. Dhe kjo është vërtetuar dhe në mënyrë shkencore, që e kanë vërtetuar me foto e kumpa. Në mënyrë shkencore që e mbyt ajo tjetra, dhe më thonë pjesa tjetër. Transmeton Buhariu nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se pejgamberi sa ka thënë, kur të bie miza në enën e ndonjërit prej jush, le ta zhyt atë krejtësisht, sepse le ta hedh, pastaj le ta hedh, sepse në njërin krah të saj është smundja,
krahun tjetër është shërimi. Këto ulëmtime shkencore vërtetuan para disa viteve. Kur miza bie në vende të ndotura, ajo me disa nga ato ushqet e disa papastërti i bart në trupin e saj e tash këshërën vllazni. Kur miza shkon tek papastërtit, ato papastërtit i kanë formë të helmeve që bëhen, trupi tash reagon ndaj këtyre helmeve, trupi mizës, sikur të themi me antitrupa, apo që shikimi edhe në antitrupat, apo kur vjen një virus, apo në përmjet vaksinave, mirën ato që shëndron antitrupa, trupi që i krijon. Tash, me një anë e ki helmin, në anën tjetër vetë miza i krijon ato antitrupat. Dhe ti kur të vendoset, kur futet miza me një vend caktuar, me një ushqim caktuar, në anën tjetër i ki antitrupat që e mysin qatë helm. Mirësi e madhe, po ashtu a nuk është argument jashtëzakonisht bindës se Muhamedi alayhi salam ishte i dërguar dhe për fund Muhamedi alayhi salam paralajmëroi edhe se enën që e lëpin qeni duhet lar 7 herë dhe 7 herë me dhe për ndryshe nuk pastrohet. Shkencëtarët e kanë vërtetuar, është një mikrop i posaçëm që vetëm dheu e shkatron atë mikrop. Vetëm dheu e shkatron atë mikrop para 15 shekuje po të kallëzon çto. Që sot shkenca e ka vërtetu, e ti qosh sot edhe e shan Kur'anin, e shan hadithin e pejgamberit alayhis salam, thu që Kur'ani është rren, thu që Muhamedi alayhis salam është shejtan, thu ti sulmet e ndryshme, por falë Allahut azza wa jall, lum për ata që i ka dhënë iman besimtarëve, e mirë për ata që janë në kufër e në errësirë deri në takimin e radhës. Persianët do të marrin fund së shpejti përgjithmonë, kurse romakët, shtetet e perëndimit do të mbijetojnë ndër shekuj. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.